cila është idea jote për të qenë në parlament, sepse lavdin profesionale ke harritur, nevoj ekonomike nuk ke, që do thosh, po vi në parlament se po bëjnë ndonjë leke, po rregullojnë ndonjë gjë. Për çfarë po hyn? Për çfarë i futesh politikës? Atëre, është një pyetje shumë e saktë, e drejtë që do vëdhe në mendim, sepse dhe përgjigjet që do të japun tani, shumë veta do ta lexojnë dhe do ma përmendin ose do ma përplasin njerëz. E para, nuk shoh parlamentin si karrierë akademike. Ta harrojmë këtë. Unë e kam bërë akademinë time me vite të tëra dhe nuk kam nevojë të plotësohem dhe të fut në CV-n time të qenë në parlament. Nuk e kam për biznes që të fitoj për përfitime ekonomike, sepse mjafton t'ju them që me 650 veta në muaj rrogat, nxirrini vetë afërsisht se sa duhet unë të shpenzoj për rrogat. Pra, dy element thelbësor të parlamentit që është karriera diplomatike apo përfitimet ekonomike për mua quhen të përjashtuara, të ezauruara. Unë në futem në parlament sepse mendoj që erdhi një moment që neve, në qoftë se do të quhemi intelektual, përfshi dhe juve, që dhe ju duhet në një moment të kontriboni se një filozof, mos përmendim emrin, ka thënë në qoftë se intelektualet nuk do të marrin pjesë në jetën politike të një vendi, i bie që të marrin pjesë në jetën politike të këtij vendi ignorantët. Dhe dënimi më i madh që do kenë këta intelektual është që do të komandohen nga ignorantët. Nuk po them, nuk e lidh me këta që janë, se ka dhe figura shumë të nderuara. Flasim parimisht. Por parimisht duhet që intelektuali dhe qytetari, nëse s'merresh ti me politikë, do merret politika me ty. Do merret politika me ty. Atëherë le të fillojmë dhe të bëjmë një ndryshim, se është momenti që Shqipëria mund të bëjë ndryshimin e madh për të hyrë edhe në familjen e madhe europiane që mund të jetë edhe qëllimi për të integruar Shqipërinë në vitin 2030 në komunitetin evropian. Se shumë veta mendojnë që futja në Shqipëri dhe marrja e pasaportës europiane është që do t'japi liri lëvizje. Unë nuk mendoj që është pasaporta për të lëvizur, por është pasaporta që u lejon të tjerëve të vinë në Shqipëri bashkë me ty që ke të drejtë të lëvizësh. Çdo thot, investimet, lëvizja e njerëzve, lëvizja e mallit nuk do ketë më hapësira kufitare. Nuk do vi më autobusi turistave të rinë në pikën e Kakavis apo të qafë botës, me orë të tëra saj që kur vjen momenti për të thënë që ose në aeroport. Po. Që të radhe madhe fut pasaportat, dilë me pasaportat, me valizje, me kalamaja, ty qanë, ty bëjnë që ato që shikojmë gjithë, pra ti do të vish dhe është njësoj si të vesh nga një qytetë tjetër. Pra kjo është lëvizja e njerëzve, lëvizja e ideve, por mbi gjithashtu lëvizja e lirë e mallit. Ai mall që do të blihet për një vit, po them, që duhet të kalosh në dogan, është procedurat, nuk e merr fare. Dhe çfarë bën i vë minus një vit një ndërhyrje ortopedike, po them. Në një kohë që po ta kesh, e porosit, ta merr DHL, ata sjell të nesër, s'ka nevojë të bëj procedura doganore. Për një koste sa ka DHL, që janë koste më se të përballueshme, pra është lëvizje e njerëzve, ideve e mallit nga jashtë brenda dhe kuptohet nga brenda jashtë njeriu lëviz, do të shkojë të studiojë fëmijët e vet, gjithandaj merr viza, me leje pune, merr del jashtë për ekstrakomunitarët paguajnë më shumë. Shumë më tepër, bile paguajnë ekstrakomunitarët. Pra kjo është një filozofi një grek paguan shumë më pak se sa një shqiptar. Goca ime ka mbaruar fakultetin juridik në Londër, bëri dhe master, bachelor dhe master, dhe kur ne të tjerët paguani 3.000 pound ekstrakomunitarët, se unë kisha marrë pasaportën greke atëherë për gocën, paguani 28.000 pound. Ma vërtet është. Atëherë, ne këtë shoqëri nuk do ta ristrukturojmë ndonjëherë, nuk do ta bëjmë të tillë që dhe ata prindër që nuk kanë mundësi të paguajnë, të dërgojnë këta fëmijë jashtë. Baso, mund të lindi dyshimi ti si përmarrës hyn në këtë aventurë, po e quaj, për të ndihmuar biznesin tënd. Apo si do të arrit, si do ja dalësh që të krijosh një përputhje midis publikës dhe privates. Sepse, juve thatë, unë gjithmonë në biznesin tim jam përpjekur që mos i bëj konkurrencë publikës, po të ofroj atë shërbim që ajo nuk e ofron. Ndërkohë, ti si mendon që duhet të ristrukturuar
kjo mjekësia jonë, që unë mendoj që ka bërë goxha hapa përpara, por neve kemi problem të madh, një konkurrencë të pandershme nga disa privat dhe largimin e mjekëve. Largimin e mjekëve tanë, i cili unë mendoj që është një problemi më i madh që kemi, ai burimi njerëzor në havë. Po, atëre, ti marri me rast. Kur je jashtë politikës, nuk je edhe kaq në qendër të vëmendjes, kështu që mund të përfitosh edhe diçka më shumë. Kur je në politikë në qendër të vëmendjes, pra mundësia që unë të spekuloj i jashtë politikës është më e madhe sa të spekuloj duke qenë politik. Pra, çdo thotë kjo që unë nuk u futa këtu që të përfitoj se je tashmë je objekt, je target për çdo portal, për çdo qytetar, për çdo politikan që nesër do të godasi. Dhe mos harrojmë që mundësinë që të goditem, të baltosem, unë do ta gjej përpara. Mundësinë. Nuk do thotë, sepse kur i bëj analizat, një profesori tim të nderuar në Sarandë, mos them emrin, që kishte vitet e fundit ishte me kancer, unë nuk i mora asnjë lek, dhe më tha një ditë që po pinim kafe, gëzoj, më tha mua se dëgjoj fjalë të mira për ty. I thash unë, kam idenë që 50% me murin dhe 50% me shajnë. Dhe më thot, biri im, tha se ishe i math mosh. Ti parasysh shprehjen që ignorantin dhe fukaraj nuk kanë zili në këtë botë. Kështu që ti je në pjesën e ziliqarëve. Pra, dhe unë i kam marrë parasysh këto. Por, është jo që themi që ne dikush duhet të silli diçka të re, le të jemi një pjesë e vogël e këtyre njerëzve që do bëjnë disa ndryshime. Tani vim a përfitoj apo humbas nga biznesi. Për fatin e mirë, Intermedica nuk ka konflikt interesi, se nuk ka pare publike. Unë nuk kam kontrata me shtetin në të cilën të gjeneroj pare publike. Shiko, vetëm ki kujdes se mos ndonjë administrator joti, lidhë si që ja bën këti vullnetësinës të big marketit, që kishte lidhur administratori një kontrat 30.000 euro dhe ai tha morem për 30.000 euro, po më bëni që pasën si kam në mendje fare, tha, që ka lidhur ky administratori. Diçka e tillë ishte në pjesën e baltës. Por unë mendoj, kjo është tamam në pjesën e baltës, por unë mendoj që dhe këto gjëra të cilat nesër mund të baltosin, ose mund të krijojnë të tilla, jo me të baltosin. Të krijojnë më tepër bazë, sepse ti ke një shërbim, ke disa analiza që nuk i bën shteti. Po, janë të analiza që ose i bën shteti, por është spari kujdesi im që duhet që unë të heq mundësinë e prerjes faturave tatimore për shtetin, dhe këtë fatun e kam sepse, po e them me shumë sinqeritet dhe me shumë përgjegjësi qytetare. Çdo analizë që bëhet te Intermedica, 100% është e deklaruar në shtet. Në qoftë se do dalë një njeri që do thotë ka bërë një analizë dhe nuk është për faturë nga mua duke ma denoncuar më ndihmon që unë atë punojës, të jap dënimin që takon dhe një shtëpi. Dhe duke pas një sistem e LAS të fuqishëm, sistem për që është menaxhimi i laboratoreve, Laboratory Information System, që vlera e tij është 250.000 euro, unë i kam kopsitur gjërat që të dallohen, të më dalin se ku këto niptet që themi, janë nipte në të cilët janë nipte për individ, apo janë nipte për shoqërinë. Kjo do më bëj e një mbrojtje që unë që në fillim të bëj klasifikimin e nipteve që mund të më sjellin në rrezik. Nuk e përjashtoj asnjëherë mundësinë e gabimit. Okej, Iku, se po të them që unë do bëj gabim batutët nga ngacmoja. Ku mendon ti që duhet të korrigjohet ky sistemi jon? Të bëhet domethënë të bëhet perfekt, është shumë e vështirë sepse edhe vende të cilat kanë qenë të jashtëzakonshme për shërbimin shëndetësor si Italia ose Gjermania kanë filluar po çalojnë kohët e fundit. Rritja e popullsisë, plakja e saj, mungesa e fondeve të cilat shkojnë në vende të tjera. Ti ku mendon që duhet në një mandat 4 vjeçar të korrigjohet diçka? E vërteta që është mjeksi, sa do kritizert që jemi neve që kemi atë negativitetin për të sharë, vetëm për të sharë, mjekësia më shumë hapa. Kjo është e vërtetë. Por ka vende për të bërë. Kur të dalin dhe programi, më lërë të diskutojmë, sepse unë kam për të thënë gjëra për të përmirësuar.
brenda kuadrit legjislativ, jo ekzekutiv, se është detyrë e qeverisë ta zbatoj, por në kuadrin legjislativ unë do ta ngrej zërin. Pse? Se unë kam cilësinë që kam qenë i punësuar, që nga 92 që mora fakultetin, derisa u bëra 82-shin. 82-shin, deri në 92-shin. Ke filluar nga gaveta, si. Nga gaveta, unë kam qenë i punësuar, kam qenë në shtet. Pastaj në 95-ën erdha u bëra në shtetën privat, se në 95-97 që isha në Tiranë, isha dhe shef anestezi dhe reanimacioni në neurokirurgji, dhe ndërkohë punoja edhe si anestezist tek qendra ime. Pra, isha dhe në shtet, isha në privat, isha punëdhënës, i punësuar. Dhe mos harroj edhe një gjë që kam punuar Shqipëri, Greqi, Kosovë, në gjitha këto gjëra për cilat unë e kam përvojën e nevojshme dhe përvojën e mundshme për të bërë vërejtje dhe sugjerimet e nevojshme legislative për të përmirësuar gjëra. Dhe t'ju them dhe tjetër në fund që unë si anestezist nuk kam pushuar kur, prandaj veten time unë e shoh mjek, anestezist, reanimator dhe po t'jem nesër deputet. Unë do të punoj me mjek që rastisht është bërë dhe biznesmen dhe deputet. Deri në vitin 2020, sa filloi Covid, unë kam punuar anestezist reanimator në Greqi. Dhe duke pas bizneset dhe në Shqipëri dhe në Greqi dhe në Kosovë, kam mundur të gërshetoj ecurinë e punës time si profesion i lirë si mjek, me punën me bizneset që jo vetëm të hecin, jo vetëm të punoj, po të jenë të tilla që çka dele re, unë ta implementoj të bizneset e mia. Vasil, në përgjithësi, kur zgjidhen deputet, blejnë shtëpinë në Tiranë dhe kanë vajtjen të zona elektorale sa për të thënë. Ti e ke shtëpinë në Sarandë dhe ti shkon çdo fundjavë, thua, për qef, imagjino për punë. Të gjithë fillojnë dhe thonë, pa ofenduar askën, që ne kemi ardhur që të japim. Zotëri, unë kam dhënë. Unë erdha që të vazhdoj të jap. Qa të jap, kam në Sarandë, kam shtëpinë time, që e kam blerë vite përpara, dhe jam sarandiot. Kam filluar me biznesin tim, që është aty, që vazhdoj dhe po e zjeroj. Kam nënën time, kam vllahën tim që ka biznes, ka një motor që ka biznes, dhe kam dhe një motor në Athinë tjetë mirë, që është ajo aty me bizneseve. Pra, unë jam del Sarande aty, çfarë do të them kur të darte qytetarët e mi, do të them, unë erdha që të bëj për ju. Për zotërim, unë ky që jam, keni vite që po më lexoni. Hajde të vazhdojmë rrugëtimin bashkë, të përmirësojmë gjëra bashkë për atë qytet, sepse fatkeqësisht ka deputetët që kanë ndarë për qytetin e Sarandës, përjashto Stefan Çipën, i cili ishte një person shumë i dashur, shumë i respektuar, iku me respekti maksimal, të tjerët vinin të katapultuar nga partitë jashtë qytetit të Sarandës. Dhe ndoshta është pas Stefanit, është rasti i dytë, që u jepet mundësia qytetarëve të Sarandës të zgjedhin një njeriu, një djalin e tyre, që të zgjidhin bashkë problemet. Dhe unë kam kurajo të ngre problemet kur është për qytetin, se nuk kam nevojë për problemet e mia personale, kam zgjidh. Dhe unë kam kurajo të ngre problemet e qytetit, qoftë tek institucionet lokale, bashkia apo kushdo, qoftë edhe në institucionet qendrore, deri te kryeministri, them që kjo punë nuk shkon, duhet bërë kështu. Për të mirën e atij qytetit.